Kuvendi rrezoi me shumicën e votave kërkesën e Partisë Demokratike për mocion me debat për gjendjen në Spitalin Onkologjik, pjesë e Qendrës Universitare Nën Tereza në Tiranë. Kryetari i Komisionit Parlamentar të Shëndetësisë, duke ju referuar raportit të kontrollit të lartë të shtetit, deklaroi se në Spitalin e Onkologjikut është kryer një krim kundër njerëzimit. Nga ana tjetër, tregoni mungesë krejtësisht sensibilitetit dhe vullnetit për të ndihmuar sadopak ato mira pacient dhe dhjetra mijëra familjar të tyre që sot çdo ditë përballen me një luftë të vështirë për jetën kundër vdekjes. Janë skandaloze ato pamje që shohim dhe që na i kanë bërë prezent jo vetëm deklaratat e kolegëve tanë, po edhe emisionet investigative, kërkimore të gazetarëve të cilët mbulojnë këto fusha. Sot, në këtë sallë, duhet ishim duke zhvilluar një mocion me debat, një kërkesë legjitime e paraqitur nga një grup deputetësh të opozitës për një nga çështjet më urgjente që ka sot vendi, për shëndetin dhe jetën e pacientëve me sëmundje tumorale. Por kjo shumicë zgjolli ta refuzoi debatin, ashtu siç ka refuzuar që në nisjet kësaj legjislature të re, ku për herë të parë në historinë e parlamentarizmit shqiptar refuzoi të mbante debatin edhe për programin politik të qeverisë së kësaj mazhorance. Ministra e Shëndetësisë në replikën e saj në kuvend deklaroi se ajo nuk bën politik me pacientët dhe se si ish stafi i onkologjikut e kishte prioritet rregullimin e gjendjes atje. Nuk dua të bëj politik me dhimbjet e pacientëve. Pak javë më parë kam pranuar një sfidë të madhe. Sfida nuk është vetëm sfida e qeverisë dhe imja si ministër shëndetësisë dhe mirëqenies sociale, por mbi të gjitha është sfida ime personale. Si mjeke, pasi e kam filluar karrierën time pikërisht në atë spital onkologjik. Pikërisht në atë spital ku këto ditë kam prekur çdo skut. Kam takuar pacientët, familjarët, mjekët, infermierët, sanitarët, pa zhurmë dhe pa media. Sfidat ekzistojnë dhe ne jemi duke vepruar. Kontrolli i lartë i shtetit gjatë inspektimeve të kryera në Spitalin Onkologjikut në Tiranë evidentoi se nga vitet 2021 deri në vitin 2024 ka patur mungesë të barnave dhe të aparaturave jetike për pacientët që vuajnë nga sëmundje tumorale. Edhe në media janë denoncuar abuzimet në onkologjik nga pacientë dhe familjar të tyre, ndërsa SPA ka marrë nën hetim mjek dhe personel të këtij spitali.